Vitality Vibes në Top Albania Radio. Mirë mbrëma miq, mirë se keni ardhur në valët e Top Albania Radios në Vitality Vibes, por gjithashtu edhe në kanalin 10 në digital për të gjithë ju që doni të ndiqni informacione mbi shëndetin. Për herë të parë në studio un kam plot 8 veta. Disa janë të vegjël, disa janë pak më të rritur, kemi edhe 2 të rritur fare, të cilët kanë ardhur dhe do na tregojnë disa eksperienca të tyre për sa i përket vizitës ke dentisti. Tani unë do t'i prezantoj të gjithë njëri pas tjetrit, do ta filloj nga më i vogli tek më i madhi dhe pastaj ata do të na rrëfejnë se si është të shkosh te dentisti, të kujdesesh për dhëmbët e kështu me radhë. Atena, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mirë. Faleminderit që je në Vitality Vibes dhe në Digital. Megan, mirëmbrëma. 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 Klara, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Edhe David, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që keni ardhur në Vitality Vibes. Gjithashtu dua të prezantoj Aranita Petushin, mirëmbrëma, e cila është ekspert e marketingu, dhe doktoresh Pamela Tashin, mjeke stomatologe, e cila ka një eksperiencë goxha të gjatë dhe interesante për sa i përket menaxhimit në dentistri, sidomos me fëmijët e vegjël. Mirëmbrëma Ilve. Faleminderit që je këtu. Unë në fakt doja ta filloja pak me doktoreshën, doja të dija pak kur duhet të vinë fëmijët e vegjël te dentisti dhe kur duhet të jetë kjo vizita e parë që ne duhet të bëjmë te dentisti. Atëherë, vizita e parë duhet të jetë 6 muaj pasi del dhëmbi i parë. Nëse gjatë vitit të parë të jetës në këto 6 muaj nuk ka dalë dhëmbi i parë, atëherë duhet jetë pas moshës 1 vjeç. Edhe nëse dhëmbi i parë nuk ka dalë, është shumë e rëndësishme që ne të kemi kontaktin e parë me fëmijët sapo ka dalë dhëmbi i parë për të shmangur patologji të ndryshme të gojës. Do me thënë që 6 muajsh ne duhet vim ke dentisti. Nëse ka dalë dhëmbi i parë. Nëse ka dalë dhëmbi i parë. Nëse nuk ka dalë, do presim vitin e parë të jetës pastaj dhe më tutje. Po prindrit kur duhet fillojnë të kujdesen për higjienën e dhëmbëve dhe të gojës së fëmijëve? Sa po t'i dali dhëmbi i parë. Pra, edhe nëse fëmia është 6 muajsh, duhet fillojnë dhe të pastrojnë me gishtës, me furça të vogla, me higjen shumë të mirë të dhëmbëve. Kështu që është shumë e rëndësishme. Pra, do të thonë, ne që 6 muajsh le të themi duhet të fillojmë të riedukojmë sadopak gjestin për të shkuar ke dentisti. Tash ti duhet të pyes pak Aranitën, Pamela, se kur i ke çuar kalamajt për herë parë ke dentisti, Aranita? Kur e dëgjoj Pamelën, të them të drejtën, ndihem pak në faj, sepse këtu është pikërisht ajo që ne si prind mundohemi dhe themi që t'i dërgojmë te dentisti pak më vonë. Kur je 6 muajsh, më beso, kur je nën dhe prind, sidomos prind për herë të parë, ato muaj ti thua, a do i dali kici apo ushqehet, dëshiron që ta mbash sa më larg ambienteve spitalore, çdo lloj ambienti tjetër, gjë që në frikën ndonjëherë dhe perceptimin e njerëzve thua, o po, një klinikë dentare, mos është vallë spital. Pavarësisht kësaj, unë jam ndër ato nënat që e kam tuar herët, për shembull, djalin, e mbaj mend kur ka bërë 1 vjeç e ca e tjerë. Për fatin tonë mirë kam miq në dentistri dhe klient edhe nga agjencia dhe kam pasur fatin që kam shkuar dhe kam bërë vizitën dhe konsultën. Por sado që ti përpiqesh si prind që ti jesh korrekt, të shkosh në kohë, ke të gjithë njohjet dhe në Tiranë për fatin tonë të mirë, i kemi dhe klinikat shumë të mira, pra nuk janë ato ambiente spitalore, pe janë të bukura të këndshme, sidomos kur ti i çon për fëmijët. Prapë është pak sa më e vështirë. Je munduar që ta bëjmë nga ana jonë që t'i edukojmë për të bërë atë larjen e dhëmbëve. E kuptoj që është pak e vështirë, po dua ta pyes pak Atenën. Atena, ha shumë ëmbëlsira ti? Po. Të pëlqejnë ëmbëlsirat? Po. Po dhëmbët më duket sikur të janë bërë pak të zeza, sikur të janë krimbur pak, apo jo? Po janë. Sa shpesh e lan dhëmbët ti, Atena? Sa shpesh e lan gjatë ditës dhëmbët? Pra që e lan kështu me furçe. I laj. Në mëngjes apo në darkë? I laj në mëngjes. Okej. Po në darkë nuk i la fare të zë gjumi ashtu? Po. Mirë. Pamela, sa herë duhet i lajnë dhëmbët kalamajt? Fëmijët duhet i lajnë të paktën 2 herë në ditë për 2 minuta dhe ajo që ne
rekomandojmë pafund është që asnjëherë mos të anashkalohet higjiena në darkë. Pra fëmijët nuk mund të flenë asnjëherë pa larë thëmbët për 2 minuta gjatë mbrëmjes. Absolutisht, pastaj fëmijët e vegjël nëse flen me shishën e biberonit duke pirë, ai është një jo e madhe fare, sepse ndihmon që gjatë gjithë natës kariesi të avancojë edhe të bëhet. Nuk bën efekt fare larja dhëmbëve në këtë rast. Këtë doja të shtoja, për shembull, Atena është një fëmijë që ka shumë qejf të bëj pazarin për larjen e dhëmbëve. Shkon dhe zgjedh furtën e dhëmbëve ashtu siç duhet, pastën e dhëmbëve në mënyrën si duhet. Por madje kanë dhe doktoreshën këtu. Ndërkohë kanë dhe doktoreshën. Atena për shembull, i ka ndodhur diçka që nuk më ka ndodhur me Davidin. Para kur ka qenë dhe pak më i vogël, jo ndodhen këto gurza tek dhëmbët. E çuam herën e parë te dentisti. Kishte merakun dhe filloi dhe qau, domethënë unë isha aty thash unë i thoja tim shoqit, lutem i thoja rriti me gotën sepse ajo ka frikë të presionin e ajrit kur ushtrohet, se unë kisha merak të rria me të. Herën e parë ikën gurzat, pra ja pastruan ato me paksa durim dhe këmbëngulje nga ana im shoqi, dhe pas ca kohë u rikrijuan prap. Pra, ato do vazhdojnë të krijohen. Dhe pse ndodh kjo si mund të, domethënë kjo është pak sa më Shko, momenti i rëndësishëm është jo vetëm fakti vajtja te dentisti, por qëndrimi. Pra, Atena duhet shkonte një ditë të vizatonte, të luante, të misohej me ambientin. E ishte një ambient shumë i këndshëm, pa bërë asnjë gjë. Në momentin që ka një element të studios dentare, cilën e ka frikë, atëherë ajo nuk duhet bërë. Nëse ka ajrin, duhet ta mësojmë, janë disa eksperimente të vogla që bëjmë, që ai ajri të fryn, pra të bën ftohtë. Të gjitha u bën këto, domethënë. Atena shkonte, na intereson pak doktoresha, domethënë kjo ardhja tek doktori duhet të jetë, si më thën, e vazhdueshme, pra. Jo gjithmonë të ngulim frezën në gojë, po të vi gradualisht. Bëhet herët. Jo, nëse ardhja lidhet me një problem, fëmijët gjithmonë do bëjnë këtë lloj përqasje, sepse ajo e di që i ka dhëmbët me cipa të zeza dhe do shkojë dhe aty do ndodhi një problem, do do shkojmë te dentisti. Aq më tepër kur mami rri jashtë dhe i thot shko babi, do të thotë që mami po e përçon frikën automatikisht, kështu që edhe kjo krijon një element të rëndësishëm. Mirë, miq të mëdhenj dhe të vegjël, DJ Kedo sot që duhet shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak. Vitality Vibes në Top Albania Radio. Në Vitality Vibes, pa haruar të gjithë miqtë e mi, Pamelën, Aranitën, Atenën, Megan, May, Klara dhe Davidi, por për t'ju thënë që për të ndjerë më mirë, duhet që çdo gjë të funksionojë sa më lehtë dhe ne kemi një check-up bazë i cili përfshin 21 analiza thelbësore për të vlerësuar funksionet kryesore të organizmit, nga analizat e gjakut, urinës dhe funksionet të mëlçisë, gjithashtu edhe veshkat, edhe yndyrnat në gjak. Një panoramë plot për të kuptuar se si funksionon trupi juaj në një paketë të vetme. Check-up bazë nga Intermedica për 2800 lek në të gjithë laboratoret i Intermedica, sepse në Intermedica life needs care. Tani Kalemaja, ne po flasim pak me doktoreshën për sa i përket dhëmbëve, po a keni frikë ju kur shkoni ke dentisti? Unë nuk kam. Po ti Klara? Kam pak frikë, po jo ma. Me? Që kur kam qenë e vogël, nuk kam pas frikë. Po ti Megan? Që kur i kanë Quri ka të dentisti për herë të parë, nuk kam pasur fare frikë. Për herë të parë, ore më duket sigur ja paskën thoni juve këto pyetjet apo jo? Apo i thoni vet? Themi vet. I theni vet. Domethënë jeni trima kur shkoni ke dentisti. Po unë di për shembull sa që janë çik më të mëdhenj që e kanë frikë të frezën kështu, kur ja bëjnë këtu te dhëmbët. Po ju e keni frikë kur ju vjen kjo zhurmë? Unë jo. Ua më shijon. Të shijon. Hame. Më bezdis pak kur të afron ajo freza. Kur më afron. Po ti Megan? Jo. Mirë, po si sillet për shembull dentistja juaj me ju, sillet mirë apo i thotë çu hapeni gojën se do mjekojmë dhëmbin? Jo, imja sillet shumë mirë. Sillet shumë mirë. E sa dhëmb kemi në gojë ne? Sa dhëmb kemi në gojë? 36 nuk? 36. Atë u shikojnë çik dhëmbët si keni? Juve s'keni këto dhëmbët këtu. Po i keni parë një herë dhëmbët tuaj që u nxjihen kështu nga
ushqimet me ëmbëlsirë, që kështu me sheqer, kështu dhe nga këto ëmbëlsira, e keni parë ndonjëherë që u bëhen kështu si me pika të zeza? Shiç Atena e mbylli gojën kështu. Se ka kështu. Ashtu i ke. Atena e mbylli kështu se i ka të zeza. Ka shumë pak. Do i pastroj shumë shpejt dhe Atena. Çfarë bëni kur i keni dhëmbët e zeza? Shkojmë te dentisti ti pastrojmë. Okej, dhe ju zbardhen me një herë. E dini ju që deri kur të plakeni këto dhëmbët do keni në gojë? Dhe që duhet të kujdeseni shumë? Po. Sa herë i lani dhëmbët ju gjatë ditës? Unë një vetëm në darkë. Vetëm në darkë. Po ti Klara? 2 herë 2 herë gjatë ditës. Ti Mej? në darkë. 2 herë. Çfarë furçash përdorni ju? Furça kështu nga këto që i fërkoni apo furça elektrike? Unë përdor furçë që i fërkoj. Po ti Klara? Unë furçë që i fërkoj. Edhe unë që i fërkoj. Pamela, çfarë duhet të përdorin fëmijët? Furçë normale apo furçë elektrike? Atëherë, deri në moshën 3 vjeç, ne rekomandojmë furçat manuale. Manuale sepse fëmijët duhet të mësojnë procesin dhe lëvizjen e duarve dhe si të lëvizin. Pas moshës 3 vjeç, aq më tepër për problematika si Atena, për shkakun që ka këto cipat e zeza, furça elektrike ndihmon shumë. Për fëmijët mbi 6 vjeç që kanë dalë dhëmbët e përhershëm dhe ne duhet kemi një higjen shumë të mirë, furça elektrike është zgjidhja më e mirë. Ka shumë raste që fëmijët për shembull kur bëjnë këtë procesin manual të larjes së dhëmbëve, i kafshojnë furçat ose i shtrëngojnë shumë fort sa furçat ato fijet prishen. Duhet i ndrojnë shpesh furçat kalamajt? Ky është alarm. Pra, nëse fijet e furçës fillojnë hapen, do të thotë që fëmijët po ushtrojnë më shumë presion, nëse edhe të rritur. Alarm çfarë do të thotë, që po bëjnë gabim? Po bëjnë një gabim të madh, sepse po konsumojnë strukturën e dhëmbit më shpejt se sa normalja. Prandaj furçat elektrike kanë një lëvizje të caktuar, një mënyrë të caktuar të studiuar dhe mjafton që fëmia ta mbajë dhe rrotullon në gjithë gojën dhe ata bëjnë gjithë procesin. Kështu që absolutisht nëse fijet janë të hapura, duhet ndryshuar të paktën një herë në 3 muaj. Një herë në 3 muaj. Aranita, Të paktën. Neve pjesën Jo, dua vetëm të pyes pak, për shembull, ti e bën atë procesin e larjes dhëmbëve bashkë me kalamajt aty përpara pasyrës apo çdo njeri lan për hesabin e vet? Në fakt, për të futur si kulturë tek fëmijët, pra dhe Davidi dhe te Atena, në fillim e kam nisur si një lojë. Pra kemi bërë pjesën e shopping në fillim, pazarit, kemi shkuar në një dyqan, kemi parë shumë llojshmërinë, kemi zgjedhur atë furçën e dhëmbëve që ka kartonin apo kukullën që secili për tyre ka që pastën e dhëmbëve siç duhet dhe e nisem si rutinë. Kjo për shkak të darkës, sepse në darkë ne si prind kemi më shumë kohë për të marrë me fëmijët, pra i mëngjesi është me vrap dhe di shumë mirë që fakti që nuk ja kam mësuar unë mëngjesin për ta bërë si lojet që në mëngjes me të nuk e kanë pasur pjesën e korrekcisë në mëngjes dhe kemi nisur si në formë loja. Marrim, vendosim është një këngë për fëmijët me wash your mouth dhe neve vendosim këngën dhe vendosim furçën e dhëmbëve, fillonim dhe i lanim etj. Kjo u bë në fillim si në formën e një loje. Më pas tani, për fat të mirë, Davidi e ka këtë lloj pavarësie që në darkë i lan vetë dhëmbët, pra i është bërë pjesë e rutinës së tij që të shkojë të lajë dhëmbët në mënyrën siç duhet. Duhet të merrem edhe çik me këtë doktoresha që në mëngjes ne duhet ta kalojmë kohë. Po në mëngjes është po nuk i bën as të vëjë këto Aranita, kështu që nuk pretendojmë që ti bëjnë të vëjë, po me vrap për të shkuar për të duhet të ndalen pak tek këta të ftuarit e mi të vegjël. Juve për shembull kur ju lëvizin dhëmbët, i shkulni vetë dhëmbët apo shkoni ke doktoresha që t'jau heqi doktoresha dhëmbët? Unë e lej të më bie. I le të bien vet. Domethënë derisa bëhen kështu, nuk është se merr atë fjen i shkul. Po ti Klara? Unë kam fiksim të heq se mbezdisin. Po ti Mej? Edhe unë kam fiksim që ti heq. Po ti Megan? Që të më bien vet. Të bien vet. Po ku i çoni këto dhëmbët ju pas të i hiqni? Unë nuk e di. Nuk e di. Me dhëmbin e parë ne kemi bërë një traditë. Mirë. Që kemi në prindrit. Po, që ka menduar një dëshirë. Edhe pastaj ka ardhur një dhuratë. Po, ju keni 36 dhëmbë, ku do t'i çoni që të gjithë? 36 dëshira keni? Jo. Ku i çoni dhëmbët pasi i shkulni? Unë ja jap babet. Okej, po ti Mej? Unë herën e parë e futa poshtë jastikut edhe herën
Herët e tjera I hidhja në çati. Okej, po ti Megan? Unë I ruaj me një kuti. I ke të gjitha në një kuti. Po ka marrë në një dhuratë nga ato apo po pres të marrësh një dhuratë të madhe për të gjithë? Vetëm një. Vetëm një. Duhet të kthejmë pak e doktoresha. Duhet t'i ruajmë dhëmbët e qumshit në doktoresha? Dhëmbët e qumshtit ruhen vetëm nëse bëhet procesi I qelizave staminale, që pastaj prindrit dhe klinika janë të lidhur me një qendër dhe ata ruajnë qeliza staminale në pjesën e brendshme. Nëse kjo nuk bëhet, nuk ka asnjë arsye për të ruajtur dhëmbët e qumshtit. Kjo është në fakt po, është një domethënë kërkim shkencor që me çdiun kanë efekte dhëmbët mbi dhëmbët e qumshtit. Këtë mund ta bëjmë vetëm tek dhëmbët pra tek kordoni umbilikal kur sapo lindin fëmijët, edhe tek dhëmbët e qumshit monoradikulare, ato që janë me një rënjë. Pra dhëmbët e parë dhe dhëmbët e qenit, momentin që bien, kanë akoma qeliza staminale. Nëse ato ruhen, dhe këtu duhet jetë studio dentare edhe institucioni që ruan qelizat staminale. Mjafton një dhëmbë apo sa më shumë të ruhen më mirë? Jo, mjafton një dhëmbë, është okay. Mjafton një dhëmbë, po është okay. Po duhet jetë momenti I dur, pra duhet jetë momenti që sapo bie ose heqa. Duhet jetë momenti I dur, pra nëse ti nuk e ruan dot, nuk e konservon dot si prind, po është një preparat I posaçëm edhe dhëmbi që vendoset brenda dhe pastaj kalojnë në bankë dhe ruhen. Pse themi ne që dhëmbi I qenit është dhëmbi më I vështirë tek fëmijët kur del? Dhëmbi I qenit ka një formë konike të madhe, del pak më vonë dhe kërkon pak më shumë forcë për të dalë, sepse nofulla fillon të shformuar, kështu që është pak më e bezdisur për fëmijët, por këto janë edhe shohim ndonjëherë që prindrit për çdo shqetësim që kanë fëmijët janë dhëmbët, po I dhëmbin dhëmbët. Pra, vetë dalja e dhëmbëve nuk përkon me temperaturë, nuk përkon me diare. Patjetër mund të jetë mbivendosje një problemi tjetër, edhe dalja e dhëmbëve, një rënjë imuniteti, po vetë procesi I daljes së dhëmbëve nuk bën temperaturë, nuk bën diare, nuk bën asnjë lloj shqetësimi apo sikleti tjetër, por hapet gingiva, kështu që normalisht që fëmijët e vegjël janë më të predispozuar të kenë shqetësime. Kalamaja, ju tani që jeni me një dhëmb po dhe me një dhëmb jo, e keni vështirë të konsumoni gjëra të forta? Pra, të hani ushqime të forta? Unë I kam dhëmbët, thjesht po më rrit. Bravo. Okej. Po ti Klara? Jo, sa kam të vështirë. Pra mund të hash mirë. Po me kë hati, vetëm me këto përpara apo edhe me këto poshtë? Unë haj vetëm me këto. Vetëm me ato. Po ti me Megan se ju as ju nuk I keni këto dhëmbët, keni vetëm këto dhëmbët përpara. Po përpara unë haja gjëra të forta, por një ditë më iku dhëmbët. Edhe isha rahat. Isha rahat pa dhëmb. Sa ish procesi lëvizjes së dhëmbit tek fëmijët është shumë I bezdisur. Tentojnë të hanë aty ku janë dhëmbët e tjerë të pa lëvizur dhe ato muajt janë shumë të vështirë, po në momentin që mej që I ka rënë, pastaj është e qetë. Domethënë është mirë kur bie dhëmbi dhe kur është duke lëvizur sepse lirohen fëmijët nga dhëmbi. Ne u themi kafshoni sa më shumë. Pra problemi është që këta dhëmb nuk bien sepse fëmijët fillojnë hanë nga ana tjetër dhe zona ku dhëmbi lëviz qëndron e paprekur. Megan ti me kë ha me të majtën apo të lëviz dhe del. Me të dyja. Teknika do shoh. Teknika po. Mirë miq, duhet shkojmë sërish në publicitet, rikthehemi pas pak në Vitality Vibes. Qëndroni me ne. Vitality Vibes në Top Albania Radio. DJ Kedos që më shoqëron çdo të shtunë dhe që më vendos këtë muzikë. E shijuam këtë muzikë Për të dalë komplet tani Kedos nga emisioni dhe për t'ikur në ato vendet tona të natës, por pa harruar që kur bëhet fjalë për buzëqeshjen, nuk ka vend për kompromis. Në qendër të Tiranës ju mirëpret Brianza Dent Day Hospital, e drejtuar nga profesor doktor Luan Mavriqi me mbi 25 vite eksperiencë në stomatologji dhe implantologji të avancuar. Një staf I specializuar, teknologji bashkëkohore dhe standarde të cilat garantojnë trajtime të sigurta, estetike dhe afatgjata. Me Brianza Dent transformimi I buzëqeshjes është I menjëhershëm dhe këto dhëmbët e rinj mund t'i keni brenda ditës. Në Brianza Dent Day Hospital buzëqeshje me një touch. Teksa rikthehem me Aranita Petushin dhe me doktoresh Pamela Tashin, të cilët ishin edhe me disa të tjerë të ftuar të vegjël që I përcollëm. Duhet të ndalim pak në fakt tek doktoresha, cilat janë ato ushqime që I bëjnë dëm fëmijëve dhe që na shkaktojnë karjes. Ushqimi I parë shumë I rëndësishëm që duhet shmangur është sheqeri. Po nuk është ai shumë
sheqeri se sa herë ne e marrim. Pra nëse një fëmijë ushqehet kryesisht me sheqer, atëherë normalisht demineralizimi i smaltit do jetë shumë i shpejtë. Nëse ka akses tek sheqeri në fundjavë ose në ditë të caktuara, është e pranueshme. Pra, ushqimet që janë stikit, të ngjitshme, biskotat, karamelet, çokollatat, ëmbëlsirat, të gjitha janë ushqime që ndihmojnë në avancimin e kariesit tek dhëmbët. Anita, ti për shembull, arrin do ti stoposh kalamajt nga sheqeri ose nga ëmbëlsirat? Ti stoposh definitivisht jo, por them drejtë mundohemi që të gjejmë forma të ndryshme që ne ti motivojmë ata për ngrënë shëndetshëm. Të paktën të lëngjë të shtrydhim atë portokalli në shtëpi, apo të bëjmë her pas here këto ice cream në kushtet e shtëpisë me kosin, me frutat që shtrydhen dhe futen në ngrirë, se pra marrim nga këto elemente të ndryshëm që ne ti zëvendësojmë deri diku. Është e vështirë të shmangësh totalisht sepse përveç se në shtëpi kemi gjyshërit ndërkohë që na i llastojnë edhe duan her pas here të japin çokoladën, të japin përbërësit e tjerë apo tortën e tjerë, kështu që është e vështirë, por her pas here mundohemi që të shkojnë drejt një ushqimi më të shëndetshëm. Doktoresha, sa i shpesht është kariesi? Pra, sa shpejt na shfaqet tek fëmijët? Do të thënë, kur duhet presim ne që mund na vi kariesi tek kalamaj? Është një ndër patologjitë më të shpeshta që shohim te fëmijët. Sa shpesh në 4 fëmijë është një fëmijë që patjetër ka karies. Dhe ne e shohim duke filluar nga mosha 2 vjeç. Pra vijnë fëmijë 4 vjeç, të cilët kanë 3 apo 4 dhëmb të prishur me karies që duhet ndërhyr në kavitet. Sa shpejt krijohet tek dhëmbët e fëmijëve? Shumë shpejt. Pra një karies i filluar në moshën 2 vjeç, nëse nuk trajtohet ose 3 vjeç menjëherë, avancimi është shumë i madh dhe pastaj ne gjendemi e dini që ka shumë raste që fëmijët po marrin antibiotik, pra ne i ruajmë fëmijët mos marrin antibiotik nga virozat e caktuara dhe jemi duke marrë antibiotik për fëmijët sepse kariesi pa trajtuar dhe i lënë me mendimin që janë dhëmbët e qumshit dhe do ketë një moment të dytë kur të dalin dhëmbët e përhershëm, zgjohet një ditë fëmia i enjtur dhe janë duke marrë terapi me antibiotik pikërisht për t'ulur rendjen dhe pastaj për të filluar të drenuar dhëmbin edhe infeksionin. Kështu që është shumë i shpeshtë, është një ndër patologjitë më të shpeshta që kanë fëmijët. Ka shenja alarmi? Po. Janë disa nga shenjat e alarmit. Shenjat e alarmit e para janë nëse ne shohim pika të bardha në sipërfaqen e qafës të dhëmbit. Ato janë shenjat e para që kariesi po fillon të avancoj përpara se të bëhet. Pra, ashtu fillon demineralizimi i smaltit. Shenjë tjetër është aromë e pakëndshme në gojë. Mund të jetë edhe nga stomaku, patjetër, por duhet përjashtuar e para kaviteti oral. Mund të jenë cipat e zeza në gojë. Cipat e zeza të lëna të patrajtuara për një kohë të gjatë rikthehen edhe bëhen si karies më vonë. Janë disa. Kjo është arsyeja pse gjithmonë inkurajojmë prindrit që të paktën një herë në 6 muaj duhet ketë vizita kontrolli. Ndonjëherë prindrit e kanë të pamundur për të detektuar ato pikat e vogla ku ka filluar. Pra ne sot tek fëmijët përveç se duam të kurojmë, duam të parandalojmë, duam të mos shohim fëmijë që të kurojnë kariesin, por të mos lejojmë ata që të zhvillohet. Biberoni apo kjo mbajtje e gishtit në gojë, pra thithja, gjesti që bëjnë fëmijët që në moshë të vogël, a është problematik për të ardhmen? Biberoni është një element shumë i rëndësishëm që pjesa më e madhe e fëmijëve e mbajnë dhe në vitin e parë të jetës patjetër që rekomandohet fëmijët i mbajnë, i qetëson. Pas vitit të parë të jetës, biberoni duhet eliminuar në mënyrë kategorike. Nëse do zgjidhim midis biberonit apo thithjes së gishtit, patjetër që do shkoni me biberonin, sepse biberonin ti mund t'ia heqësh fëmijës. Pra mund të përdoren teknika të caktuara, ndërkohë që gishtin ne nuk arrim do ta kontrollojmë sepse fëmia do gjejë një moment paqe, do futet në një cep dhe do filloj do bëj procesin e thithjes së gishtit. Të dyja janë probleme shumë të mëdha, sepse shkojnë duke zvogluar nofullën. Pra ne sot e fëmijët përveç kariesit, që është një problem shumë i madh, kemi një problem tjetër shumë të madh, që është deformimi i nofullës përmes gishtit, përmes biberonit dhe fillojmë shohim fëmijë 3 ose 4 vjeç, të cilët nuk kanë një nofull më të rregullt, por kanë një nofull në formën e gishtit ose biberonit, e cila edhe kjo e patrajtuar, pastaj kemi fëmijë dhe të rritur që kur janë 15 vjeç nuk e bëjmë dot më. Ka ndonjë shans stopimi, për shembull, dikur mbaj mend që lyejnë e
ishte me piper që fëmijët ta heqnin si qes, por nuk e dia ekziston më. Ato janë metoda shumë traumatike. Patjetër që ka akoma prindër që i bëjnë, por nuk i rekomandojmë sepse biberoni ose gishti është moment paqe për fëmijët. Pra ata e kanë momentin e tyre të sigurisë që e lidhen kur ishin të vegjël apo kur ka një moment stresi. Kështu që momenti i heqjes ose i stopimit duhet vi shumë natyrshëm, duhet folur me fëmijën, duhet inkurajuar. Momenti që qëndron gjithë ditën pa biberon, është një fest, pra duhet bëjmë një fest madhe që ata e bëjnë. Kështu që duhen përdorur metoda pozitive inkurajuese dhe jo metoda traumatike me piperin, me gishtin. Një ndër patologjitë që prek le të themi shëndetin oral është edhe herpesi i gojës. Tani ju të dy jeni mama, patjetër që keni edhe njerëz tjerë që ju rrethojnë, po doja të dija pak, a është e vështirë për shembull që ti frenoni gjyshrit apo të afërmit që t'i puthin kalamajt në mënyrë që mos preken nga herpesi i gojës, se dikush me herpes puth fëmijën dhe ndërkohë për shembull fëmia i shkret infektohet dhe kalon goxha vështirësi. Absolutisht, por përveç herpesit është edhe higjiena, sekrecionet, streptokoku, në qoftë se gjyshërit kanë një kontakt edhe kalojnë me fëmijët, është shumë e rëndësishme. Si mund ta ndalosh? Tashmë nuk është për fatin tonë të mirë, nuk është që të puthin më siç kanë pas puthur më përpara. Domethënë dhe kur të puthin tashmë edhe vetëdijsimi dhe vetë i prindërve, i familjarëve të tjerë shkojnë dhe përqafojnë fëmijën ose i puthin duart, pra ka shkuar në një tjetër nivel. Unë nuk e ndaloj familjarët e mi që të përqafojnë niprin dhe mbesën. Domethënë dashuria është ajo mbi gjithaj që i rrit fëmijët sot dhe ky kujdes duhet transmetohet që në vogëli. Në radh parë nuk mund t'i themi do të paktën jo në styrin e fëmijës që t'i themi gjyshës apo gjyshi që mos e puth fëmijën, sepse ajo çon në një lloj akti tjetër dhe në një faj apo në një lloj formaji që fëmia duket sikur nuk duhet ta përqafojë gjyshin dhe gjyshen. Dhe na ka ndodhur që e kemi lejuar dhe kur nuk kanë qenë bashkë kemi mësuar që ata patjetër nuk mund të ndalosh të dhurojnë dashurinë e tyre, por duke i mësuar dhe duke i thënë që jo me pështyman dhe jo në këtë mënyrë, po me përqafimin dhe me atë puthen tek duar, tek përkëdhelia. Pra, i kemi paksa jemi munduar që t'i themi gjyshërve që kjo është mënyra e duhur, edhe me ata jo për t'i thënë ti mos i puth, sepse është një drejt që nuk mund ta ndalosh, sepse as fëmia nuk është në lloj në një pronësie, fëmia duhet rritet me dashuri dhe nga dashuria nis çdo gjë dhe përderisa për fatin ton të mirë i kanë gjyshërit, i kanë familjarët që të rriten në këtë mënyrë. Gjëra të vogla që kanë lidhje me shëndetin dhe në fakt përkthehen në këtu është roli ynë si prind. Pra, neve duhet gjejmë mënyrën që t'i rrisim fëmijët në mënyrën e shëndetshme, po ndërkohë ti edukojmë dhe njerëzit përreth që ti mund ta puthesh mbesën apo nipin, po ndërkohë ti duhet ta puthesh tek duart, ta përqafosh, kujdesesh herpesi apo kujdesesh kjo që s'ka lidhje me atë drejt për drejt, po me delikatesën e fëmijës në një moshë të vogël që duhet janë të tillë. Më shumë se sa tek e puthura, ajo që kam parë rëndomt është që fëmijët duhet konsumojnë ushqimin, ujin, çdo gjë me pjatën e tyre, me lugën e tyre, me gotën e tyre. Pra nëse ushqejnë fëmijët dhe po japin supën, mami, babi, gjyshja nuk duhet ta provojnë një herë vetë është e nxehtë apo jo dhe pastaj japin fëmijës. Në këtë mënyrë sapo e kontaminove. Kështu që fëmia duhet ketë lugën edhe çdo element. Mirë, personale. Duhet shkojmë në publicitet. Top Radio. What's next? Vitality Vibes në Top Albania Radio. Jemi në këtë pjesë të fundit miq me doktoresh Pamela Tashi, mjeke stomatologe dhe Aranita Petushin, specialiste marketingu, për t'u rikthyer pak te doktoresha për sa i përket problematikave të shëndetit oral tek fëmijët. Cilat janë ato dhëmë që ne na dalin në moshë të vogël dhe nuk ndrohen asnjëherë? Gjashtat, molari i parë është dhëmbi që unë u them pacientëve gjithmonë dhe prindërve, na vjen një herë në jetë. Pra gjithë të tjerët i kemi nga 2 herë, 6, 7 dhe 8 i kemi vetëm një herë. Fillojnë eruptimin në gojë, dalje në gojë në moshën 5.5-6 dhe përfundojnë rreth moshës 7 vjeç. Pjesa më e madhe e prindërve mendojnë akoma se fëmijët janë me dhëmbët e qumshit dhe s'ka nisur akoma dhëmbët e përhershëm të dalin, dhe ne gjejmë fëmijë 7 vjeç, 8 vjeç me dhëmbët e përhershme të prishura, dhe të prishura jo pak. Kështu që vizita 6 vjeç
edhe mbrojtja e këtyre dhëmbëve të përhershme me silant, që është një mbrojtje pa u prishur, që liron fluor gjatë gjithë kohës, është shumë e rëndësishme dhe është një moment që nuk e bëjmë dot më vonë. Pra, nëse ne e shohim një fëmijë 8 vjeç dhe ka filluar të prishet, ne nuk e bëjmë dot më mbrojtje, nuk e bëjmë dot më silanizimin e sipërfaqes së dhëmbit. Po ka raste që e mjekoni dhe pastaj ti bëni një mbrojtje apo? Jo. Jo, vetëm një herë. Bëhet mbushja pastaj. Në momentin që është i prishur, fillojmë me terapinë dhe me procesin e mbushjes. Ka shumë fëmijë të cilët gjatë natës, qoftë edhe për bllokim të hundëve si pasojë ndonjë viroze, po gërrhasin ose flenë me gojën hapur. Dhe me çka kam parë unë dhe që flas me prindër të tjerë, që fillon që në moshë të vogël, 3-4 vjeç. Është e vërtetë. Është një sot rastet e fëmijëve që marrin frymë me gojë janë gjithmonë në rritje, kjo sepse ka shumë faktorë, ka faktorë që nofulla vazhdon të jetë e vogël, rrugët e frymarrjes janë të pazhvilluara, nëse prindrit shohin gjatë natës që fëmia merr frymë me gojë dhe kjo nuk ndodh kur fëmijët janë të bllokuar dhe janë me viroza, se këto janë momente sporadike, por nëse fëmijët janë të bllokuar dhe flen në normalitet me gojën e hapur, janë disa shenja tipike që patjetër duhet ndërhyrë. Është një komunikim midis orolës edhe otorinos edhe mjekut për të parë adenoidet, për të parë tonsilat, nëse ka një bllokim edhe ka një zmadhim më të madh se normale dhe duhet kalojnë në rrugë kirurgjikale, apo duhet fillojmë të zgjerojmë nofullën. Kjo quhet terapia miofunksionale. Terapia miofunksionale është shumë e rëndësishme dhe tempizmi se kur ne mund të aplikojmë është po aq shumë i rëndësishëm. Është një hap shumë i rëndësishëm për tempizmi, thua, do të thënë koha që duhet të ndërhyni ju në këtë rast. Pra, nëse ne e shohim një fëmijë 10 vjeç, është i rritur që terapia miofunksionale pra, të merr më frymë me hund. Ne duhet ta edukojmë me frymë me gojë. Ne duhet ta edukojmë këtë fëmijë që të fillojë të marrë frymë me hund edhe jo me gojë. Aq më tepër pastaj vjen zhvillimi i nofullës në mënyrë korrekte. Dhe si bëhet kjo nëpërmjet keni një pajisje specifike? Është një aparat i vogël, i butë. I cili vendoset në nofull gjatë natës, ai duhet mbajtur gjatë gjithë natës, 1 orë përpara se të flenë dhe pastaj gjatë gjithë natës, dhe fëmia fillon dhe edukohet që të marrë frymë me hund edhe jo me pjesën e gojës. Dhe ka zgjidhje. Absolutisht. E vetmja gjë që ne duhet i shohim fëmijët në kohë. Për sa i përket këtyre aparateve ortodontike, kur është momenti i dur që mund të fillon të aplikoni? Aparatet ortodontike fillojnë nga mosha 6 vjeç, nëse ne shohim problematika të nofullave të fëmijëve. Pra, një fëmijë 13 vjeç, i cili vjen tek dentisti sepse dhëmbët nuk janë mjaftueshëm të drejtë, që është problemi kryesor, është një fëmijë që për ne është vonë. Duhet ta shohim një fëmijë që 6 vjeç për të parë nëse nofulla e sipërme ose e poshtme janë mjaftueshëm të zhvilluara. Nëse nofullat janë të zhvilluara me një sipërfaqe në duhur, pastaj kalojmë tek drejtimi i dhëmbëve. Nëse jo, ekzistojnë aparate të cilat zhvillojnë nofullën. Pra ka problematika të ndryshme të formimit të strukturës skeletrike të dhëmbëve. Arnita, ju si ekspert e marketingu, se ne folëm gjatë edhe me doktoreshën, po edhe nëpërmjet fëmijëve morëm disa mesazhe. A ekziston një mundësi që të kemi, nuk e di, në ndonjë fushat, nuk e di nëse ju bëni vetë ju, domethënë nëpërmjet kompanive të tjera, studiove të tjera të cilët merren me marketing, keni bërë një herë në fushata sensibilizuese, ju vetë përmendet që menaxhoni disa klinika për sa i përket dentistrisë, por që duket sikur më shumë jemi te implantet se sa ndonjëherë, domethënë tek edukimi, dhe ndërkohë që edukimi që në fazë të hershme është shumë i rëndësishëm. Jevi për fatin tonë të mirë, për sot janë dhe vetë klinika dentare që janë pionere për sa i përket dhënies së informacionit. Për shembull, rreth parë janë dhe emisione siç komplementoi dhe ty që her pas here sjell tematika të ndryshme ku informon dhe ndërgjegjëson një pacient, një person për tematika të ndryshme siç është dhe kjo tema e sotme për sot. Në për klinika të ndryshme dentare, dhe meqenëse po flasim në lidhje me fëmijët, janë ato të cilat nëpërmjet kanaleve tyre të komunikimit i jap informacionin se si të parandalojmë. Është vërtet që fokusi ka qenë tek implantet dentare, sepse edhe kjo ka qenë e vështirë sot për sot për tu perceptuar nga njerëzit. Pra, siç është pjesa e parandalimit gjatë vogëlisë, por edhe mosha 3 ka atë problematikat për sa i përket dhëmbëve që nuk i kanë më dhëmbë definitiv me kalimin e kohës apo faktorë të tjerë
është dashur të edukohen dhe në atë mënyrë. E rëndësishme është dhe paralelisht dhe ky lloj edukimi. Dhe sot për fatin tonë të mirë dhe dëshirat e vetë të klientëve e kanë pasur mundësinë në radhë të parë nëpërmjet rrjeteve sociale, e kanë komunikuar nëpërmjet postimeve të ndryshme, nëpër emisione televizive, në YouTube channelin e tyre që kanë pasur e tjerë, apo edhe nëpërmjet atyre mënyrave të tjera që janë më standarde nëpërmjet fletpaloseve në klinikën e tyre të tjerë. Shikoj sot video në fakt shumë të shkurtra që kur pin një pije me gaz apo një pije me sheqer i dalin krimbat e goja etj. Po, domethënë janë shumë traumatike, po është një lloj mënyre ndryshimi. Po, është e rëndësishme është se kujt po i drejtohet. Pra për sa kohë janë fëmijët dhe sot fëmijët përveç se të prindërve janë dhe ata që po rrin shumë në rrjetet sociale, TikTok apo në YouTube etj. Janë video të cilat instakenohen në mënyrë të tillë që të tërheqin vëmendjen e tyre. Doktoresha, një mesazh të fundit shumë të shkurtër para se ta mbyllim. Mesazhi im i vetëm është ju lutem sillni fëmijët i shohin. Okej, kontrolloni ke dentistin. Kontrolloni dentistin. Mirë, ndoqët Vitality Vibes në Top Albania Radio. Faleminderit doktoresh Pamela Tashi, faleminderit Aranita. Juri kujtoj takimin ton të ardhshëm ditën e shtunë në orën 7:08. Deri atëherë shihoni fundjavën me diell, mos harroni shëndeti është gjithmonë i pari. Mirë dëgjofshim në fundjavën e ardhshme. Natën e mirë. Fundjavë të bukur të gjithëve. Natën e mirë. Ju uroj të shihoni ditën me diell.